Bashkimi Evropian ka përshëndetur zhvillimin e rregullt të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë dhe ka bërë thirrje që tash sa më shpejt të implementohen rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Këtë e ka thënë një zëdhënës i BE-s duke komentuar zhvillimin e përgjithshëm të procesit të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Ne mirëpresim zhvillimin e rregullt dhe inkluziv të balotazhit të zgjedhjeve për kryetar komunash të dielën. Ne bëjmë thirrje për implementim të shpejtë të rezultateve të zgjedhjeve, thuhet në përgjigjen e zëdhënësit të Bashkimit Evropian. Burimet në BE rikujtojnë se zgjedhjet lokale, sidomos ato në pjesën e veriut të Kosovës, kanë rëndësi edhe për tejkalimin e tensioneve dhe kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Bashkimi Evropian prandaj disa herë ka përshëndetur pjesëmarrjen e serbëve në këto zgjedhje, duke parë si një nisje të kthimit të tyre në institucionet e Kosovës, nga të cilat ishin larguar para 3 vitesh. Bashkimi Evropian ka thënë së fundi edhe në raportin e progresit për Kosovën dhe në atë për Serbinë, se largimi i serbëve nga institucionet e Kosovës ishte një shkelje e rëndë e obligimeve nga marrëveshjet e dialogut për normalizim të raporteve. Tash, burimet e BE-s thonë se zhvillimi i duhur i zgjedhjeve lokale do të ndihmojë që Bashkimi Evropian të heqë masat ndëshkuese ndaj Kosovës. Por, për këtë në BE thonë se do të presin që të zbatohet sa më shpejt rezultati i zgjedhjeve lokale dhe që pushteti lokal edhe në komunat në veri të Kosovës të transferohet me shpejtësi në mënyrë të duhur në duart e atyre që kanë fituar në këto zgjedhje. Në Bashkimin Evropian po ashtu kanë përsëritur se Kosova është duke vazhduar të humbë për shkak se nuk ka një qeveri me mandat të plot dhe kjo ka qenë një prej pengesave kryesore që Kosova të bëjë më shumë progres në rrugtimin e saj drejt integrimeve evropiane dhe në përfitimin nga mjetet e BE-s që i ka në dispozicion e të cilat nuk mund t'i përdor siç janë ato nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Për këtë vënën nga Brukseli, Augustin Palokaj.